Ju përshëndes të nderuar të shikues, adhurues të basketbollit, jemi ndërmjet drejti me pamje në sallën 1 tetori në kryeqytet për të ndjekur ndeshjen e dytë të play-outit ndërmjet Borës dhe Kekut. Pa reakcion për Borën. Skuadra e cila do të synojë qysh nga fillimi të dërgojë forcën e saj. Pranon në topin e kthyer në mesin e dy lojtarëve dhe përtimi i rrjedhshëm i Lomax. Skuadrën e Borës pa kujdesshëm përsëri i Bishi. Azemi dhe Lomax. Me Borën ishte trajneri Krasniqi që Gjepi dështon ta finalizojë ende pa pikë skuadra Kekut. Mekic, në vizë shumë e mirë fake pass. Ishte një përqindje shumë mirë për 3. Skuadra Kekut në ndeshjen e parë. Kjo skuadër sidomos në pjesën e parë. Solova me një pasim të vështirë, mirë po e pranoi për mrekulli. Provon për 3 i Bishi. Solova, pasimi mjaft i mirë në cilën realizon Plana. Provon treshën, Lomax realizon. Tjetër top i humbur, Lomax me kundërzbritjen realizon. Realizon i Bishi, duke mbetur i fauluar. Cambridge Junior nga afërsia, do përgjuajt i ati gjithsesi e përmirëson Haxhosaj. Zeqiri me ngulitje, aksion shumë i bukur ky. Është i Bishi që e nis aksionin me vocën. I Bishi sa bukur ka pranuar topin në afërsi dhe e gjeti korridorin e duhur për të realizuar 10 pikë nga mirë në këto driblime. Zeqiri sa bukur dhe për thonë është të realizojë male tashmë shpërthyes në këtë kundërzbritje dhe nga topi humbur. Zeqiri, bukur depërtimi. Nuk mbyllet aksioni me ngulitje. Në anën tjetër e Jupi bën të duhurën. Tashmë rikthyer Pesha që nisi takimin te Bora e Jupi. Depërtimi mirë. Depërtim i suksesshëm në kundërzbritje. Mekic. Shënon Shirko. Nuk arrin i Bishi ta kontrolloj. Lomax. Azemi. Realizon Mehmeti. I Bishi. Shënon duke u fauluar. Driblimet e mira këto, Topiana, Shirko për 3, Shënon. 20-27. Solova. I Bishi shënon. Lomax. Provon nga distanca. Realizon përsëri. Tërgoti ngatët. Pasimi mrekullueshëm për Henrik Shirko.
Regjepi. Lëvizje mashtruese, provon për 2, realizon. Provon Zeqiri nga distanca. Cambridge Junior me ngulitje. Topi te Solova, një për një me Zeqirin. Solova përdor tabelën, arrin të shënoj. Zeqiri realizon. Ejupi realizon për kundër përgjigje. Ja, tjetër edhe Ejupi tentuar, Ken Zeqiri dhe çfarë shënimi. Cambridge, asistimi prapa Shpinës, faulohet. Jetë mirë Zeqiri, Ejupi. Ibishi shënon. Solova dhe Ejupi. Gjuan për 3, realizon. Visar Ejupi. Pasimi te Hajosaj, nuk përfundon ngulitja e tij. Zeqiri shënon. Regjepi. Pasimi i shkëlqyer dhe Ibishi të rreshi mendjen e kundërshtarëve. Mala. Cambridge. Me ngulitje. Për 66, 46. Nuk realizon Ejupi, Lomax. Pikë të lehta të Mekic. Voca shënon. Dalje shpejtë e Zenilit dhe Voca në Eurostep. Mehmeti shënon. Përsëri Lomax, topi në brendësi për Shirko. Qojmë kalimin e Qovanajt. Realizon. Kastrati katërohet me topin e ka vjedhur Ejupi. E mbyll me ngulitje. Lomax. Mehmeti për 3. Shënon. Realizon bukur në këtë depërtim. Lomax e shpëton këtë aksion. Kastrati dhe Mehmeti me ngulitje. Time out. Regjepi arrit të realizoj me tabel. Zeqiri. Realizon Hajosaj. Zenili. Lëvizje mashtruese e Regjepit. Ja prapa për 3. Shënon edhe ai. Kastrati. Sukses shumë depërtimi, nuk shënon. Mehmeti realizon. Topi në mëndësi Ibishi.
Realizon. Dale shpejt e Borës. Topi për para, i Bishi. Arrin Shënoj. Gjosaj. Në tjetër e Jupi. E mbyll autoritet aksionin. Zeqiri. Salova për 3. Shanon. Realizon i Bishi. Mehmeti. Provo Treshja. Nga lojtar të ri tashmë, cilën po kanë fatin të shënojnë. Ishte Mjekiqi, teksa përshëndetin të trajnerët skuadra e Borës arrin të fitoj 2 takimet ndaj Kekut.